Sot u zhvillua mbledhja e radhës e Këshillit Bashkiak sipas pikave të rendit të ditës që u miratuan me shumicë votash. Që në nisje të mbledhjes, kryetarja e Bashkisë Eriselta Sefa foli për miratimin e auditit për 2 SHA-t për vitin 2024, tregu i frutaperimeve dhe klubi i futbollit Lushnjë. Ajo kujtoi që procedura për privatizimin e klubit është hedhur 2 herë, por nuk ka patur oferta, kështu që do vazhdojnë me fazën e 3 në qershor. Nga e bashkisë është hedhur 2 herë, sepse besoj që është një interes tuaj por edhe të gjithë shpordashve, është hedhur 2 herë procedura e privatizimit, nuk ka pasur asnjë kërkesë deri tani, dhe sipas ligjit do të vazhdojmë me fazën e 3, e cila do të fillojë në muajin qershor. Të shpresojmë që të ketë kërkesa në mënyrë që jo vetëm të iki një shpenzim shumë i madh në buxheti i bashkisë, por patjetër që kemi mundësi të ngrejmë një ekip ashtu siç e duan dhe sportazhët e Lushnjës. Pas një vit që janë bërë investime në fushat e me mbjellje bari, me mbjellje. Për të bëni shumë punë, po për të mirëmarrë pushimin. Nga ana e bashkisë nuk është marrë në dorëzim. Fusha e stadiumit u ribë dhe një herë nga federata dhe sapo ka përfunduar së trajtuari dhe mbjelljes së barit dhe më pas tani do të vazhdojnë me fushën tjetër. Pra nuk janë marrë në dorëzim nga institucioni i bashkisë dhe janë duke u ribërë dhe një herë nga e para nga federata bashkë me kompaninë e cila po zbaton punimin.